Unë mendoj se vendimin për këtë e merr zoti Basha. Ftesa e tij vjen pas 37 ftesave, çka tregon atë që thash. Flasim për këtë terren. Mendoj se dialogu është i domosdoshëm, mendoj se pa dialog Shqipëria absolutisht nuk ka ecur dhe nuk ecen në proceset integruese europiane, se si do zhvillohet, se kush do e ndërmjetësoj, se kush do ta thras. Këto pastaj janë sepse të mos bëjmë këtu luftë gjelash. Aja ka ftuar 37 herë dhe ky ka herë si fjeja barit. Tani ky e fton një herë dhe pret që këtu. Ky qëndrim i zotit Basha dhe ky qëndrim që shprehu dje zoti Rama në pranit Komisionit Han, le të shqyrtohen, mendoj unë, por natyrisht një gjë e përgatitur dhe jo një gjë show mediatik që shërben. Pra, edhe mundet që të ketë facilitator, lehtësues, mundet dhe më shumë se lehtësues, por e rëndësishme për vendin është të vendoset dialogu.